Pjesa më e madhe e rezervave shtetërore të naftës ruhet në depot e 4 kompanive në vend. Një pjesë më e vogël ruhet në rezervuarët që janë në pronësi shtetërore. Pjesa tjetër ruhet në 4 kompani, Okta, Mak Petrol, Lukoil, Supertrade, të cilët paguhen për këtë shërbim. Megjithatë, kompanitë kanë detyrim që në çdo moment t'i vënë derivatat në dispozicion të shtetit, nëse qeveria vendos të ndorhijë në treg. Nga Agjencia për Rezervat e Detyrueshme të Naftës thonë se kontrollohet deri në litër se sa derivate ka, pra se ato janë në çdo moment në dispozicion të shtetit. Së bashku me Inspektoratin Shtetëror të Tregut dhe në bashkëpunim me institucionin ton, shkojmë në magazinet e tyre, i kontrollojmë dhe gjithçka deri më tani është gjithçka në rregull. Do thotë sasitë janë të gatshme të intervenojnë në treg në çdo moment kur qeveria kërkon nga ne. Kompanitë kanë obligim ligjor t'i ruajnë në çdo kohë t'i përgjigjen litrat të cilat ne i kemi ble, faktikisht tek ta janë. Ne kemi një trup inspektues të akredituar, me të cilin shkojmë së bashku dhe bëjmë matjet dhe konstatojmë a i kemi litrat aty apo jo. Sipas drejtorit të agjencisë, ka mjaftueshëm derivate të naftës për rreth 60 ditë për të mbuluar konsumin mesatar në vend. Ai thotë se rezervat rinovohen rregullisht 2 herë në vit për të përmbushur standardet dimërore dhe verore të karburanteve. Sipas kalendarit, aktualisht është periudha kur duhet të sigurohen sasitë që i përshtaten standardeve verore të derivateve. Sadiki thotë se kanë mjete të mjaftueshme për blerjen e derivateve, por nëse është e nevojshme, qeveria mund të ndihmoj. Është në proces e sipër, kemi mjete, por në qoftë se kemi nevojë, atëherë me siguri do të kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë. Për momentin ne pjesa materiale e sigurojmë nëpërmjet drejtorisë doganave, ku për çdo sasi të importuar ne morrim një pjesë të parave me të cilat pastaj edhe i ruajmë, edhe i mirëmbajmë, po edhe një pjesë prej tyre edhe blejmë. Ndryshe, direktiva europiane parashikon që shtetet të kenë rezerva nafte që mund të mbulojnë konsumin mesatar ose importin neto për 90 ditë. Nafteните резерви може би се на задоволително ниво, но се уште сме далеко од европскиот стандард за 90 дена. Има две причини за тоа. Првата е во парите, втората е во просторот каде би се складирале овие деривати. Në fund, nga agjencia thonë se edhe pse janë rreth 30 ditë më pak se standardi evropian, megjithatë me rezervat e naftës qëndrojnë mirë në rajon. Arsyeja sipas tyre është se kemi përputhje ligjore me rregulloret europiane, por edhe fakti që rezervat tona ruhen brenda vendit. Në disa shtete të rajonit, rezervat ruhen në kapacitete në shtetet fqinj, sepse nuk kanë hapësira të mjaftueshme depozituese.